Para një doktori si ti, kush janë të pabindurit, burrat, gratë, fëmijët, ku ti jep këshilla, për shembull, vin në klinikën tënde, i jep këshilla, i viziton, i thua, bindun, dhe kush nuk bindet? Nuk bindet, duhan Persit. Duhan Persit. Ata janë më të pabindurit. Gjithmonë me ta, me ju tregu drejtën. Mos që hynë me cigaren në klinikë. Jo, të në klinikë. Jo, spaku aty. Jo, aty. Aty nuk e bën një gjë Me ju tillë. tregu drejtën, unë e kom ndërru pak taktikën, të e pa që efekti mos pi nuk kryen punë. Zvogloje, ralloje. Zvogloje, ralloje, edhe mendoj që ajo veç ka dhënë një rezultat. Edhe njerëzit janë më të vullnetshëm i pranu këto këshilla, me zvoglu minimum, edhe thot doktore, kom zvoglu në 5, në 10 ose kështu, edhe ajo është një rezultat i mirë, prej 2-3 pakove, besomni, ka njerëz ka 3 pako të cigare. Hiq më larg se dje e kisha një pacient. Çfarë ti bëjmë tymit edhe smokut rreth nëse cigaren edhe mund ta eliminojë njeriu. Atëherë shteti duhet me angazhu më shumë inspektorët, edhe në për lokale ku shkojmë u knas me angër një drek, apo me familje, me fëmijë, mos ta durojmë erën e duhanit që ne nuk na pëlqen. Po pra, mos më i dëmtu spaku ata të cilët... Ai që donë del jashtë ta pen, po mendoj. është nuk zgjedhje korrekte me... Patjetër. 2-3 fjalë për fund ke, apo këshilla e fundit? Do thot, me qenë se jemi këto ditë të dimrit, kishim mjegull, sa më pak ata që janë të ndihshëm në rrugët e Frymaris, të largohen prej lëvizjeve kur ka ditë me mjegull, ditë me ndotje, prej pikut në mëngjes dhe në mramje, sa është e mundun, merrni vakcinat për gripin sezonal edhe për pneumokokun që 2 vite, dhe hani sa më shëndetshëm. Nëse gjeni veç shëndetshëm, mundohuni se të gjeni natyrisht.